Apeli i gjykatës së posaçme ka rikthyer çështjen për hetim ndaj kryebashkiakes së Lushnjës, Eriselda Sefa, e kallëzuar që prej 30 nëntorit nga një qytetar me inicialet AH, kallëzuesi akuzon Sefën për falsifikim dokumentash dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, duke shkelur ligjin gjatë procedurës së dhënies me qiratë një pasurie publike në rrugën Kongresi i Lushnjës. Sipas kallëzuesit, në dokumentet dhe procesverbale të dëgjesave publike janë kryer falsifikime, ndërkohë që edhe projekti për miratimin e dhënies me qira për këtë ambient dyshohet të jetë manipuluar. Rasti i dytë i denoncuar lidhet me veprimet e kryebashkiakes gjatë shqyrtimit të praktikës nga SPAK, ku ajo dyshohet se ka penguar organet e procedurës duke mos i dorëzuar materiale të plota, duke krijuar dyshime për qëllim të qëllimshëm. SPAK ishte propozuar më parë pushimin e çështjes duke marrë aprovimin edhe të shkallës së parë, por ankimi i qytetarit me iniciale AH në apel ka detyruar rinisjen e hetimeve. Materialet që pritet të shqyrtohen konsiderohen të rëndësishme, pasi mund të hedhin dritë mbi veprimet e kryebashkiakes dhe të japin provat e nevojshme për përcaktimin e një shëndrimi penal. Ky vendim tregon se apeli është i vendosur të garantojë transparencë dhe ndjekje të drejtë ligjore, pavarësisht statusit politik të kallëzuesit.